Territori i Kosovës për datën 24 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht të qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, ndërsa mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 13 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryejë lëndëri mesatare nga drejtimi verior dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 14 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 32 gradë. Skënderaj 14 deri në 34 gradë. Pej 14 deri në 33 gradë. Prishtinë 15 deri në 35 gradë. Gjakov 16 deri në 35 gradë. Malishev 16 deri në 34 gradë. Gjilan 14 deri në 33 gradë. Ferizaj 14 deri në 33 gradë. Kaçanik 14 deri në 32 gradë. Suharek 16 deri në 34 gradë. Prizren 18 deri në 34 gradë Celsius.